Si ke zgjedh sfidat e jetës ti? Po e humbim sot edhe familjet? Çka e bën të varfër një njeri? Konsideroj që është varfëri për njerëzit që nuk e njohin mirënjohjen. Komunikimi është baza e njeriu? Jeta në fakt nuk është për ata që i zgjedhin rrugë të lehta, po për ata që realisht kanë forcë edhe atëherë kur toka ju dridhet në këmbë. Përshëndetje gjithë shikues të dashur, nuk jam në studio, domethënë jam në ambient tjetër, jam tek masa restorant, jam ambient i bukur për familje. Ti mund ta gjeni tek Magjistrala Prishtinë, Mitrovic, kilometri 5. Të ndalna tek thonja, fakt, pse për shkak se pikërisht e kam një mikesh time. Ajo është gazetare, psikologe, po ashtu punon edhe si mëdhënëse, është drejtoreshe e Institutit Kosovar për Media dhe Komunikim. Qa me thonë tjetër? Kaltrina jeti, përshëndetje Kaltrin. Përshëndetje, faleminderit. Gjitha këto që ti përmenda, kanë ardhur domthon gjatë rrugës apo i ke pasur qysh në fillim? Po më si psikolog edhe gazetare. Janë edhe do, edhe më shumë, janë bo. Ato i përmend ti. Jo, në fakt kanë ardhur ndër vite natyrisht. Psikologjia ka qenë profesioni im primar që e kam gjetë, mandej kam vazhdu me gazetari, tash i kam kombinu të dyja edhe këto më kanë sjellë mandej edhe shumë punë të tjera edhe angazhime të tjera. Kalina, ke qenë edhe redaktore në 2009, nëse ka vejtë në RTK. Po, në fakt, kom fillu në RTK në vitin 2009 si producente dhe moderatore në atë kohë, mandej kom vazhdu për një kohë gjatë moderatore në emisionet ndryshme, projekte ndryshme në RTK. Në vitin 2013 ose 2014, nëse s'ka bëj, atëherë jam bërë redaktore në RTK edhe mandej kom vazhdu në redaksi të ndryshme. Kom qenë në redaksi të ndryshme, përfundimisht tash jam redaktore e programit Nuatës në televizionin publik. Është e lehtë apo është vështirë? Nuk është e lehtë, po me kohë fillon me qenë më e sigurt në punën që e bën, përgjegjësitë që i ki, edhe natyrisht që mandej veç fillon me u bë e pritshme. Ndoshta jo e lehtë, po sfidat janë të pritshme. E them fakt punë psikologe në fillim, puna e parë. Pse, çka do të thotë psikologi ti jesh? Do të thotë diçka e cila tash për mua është shumë pozitive sepse ka fillu me u kuptu rëndësia e profesionit të psikologëve. Natyrisht, si çdo profesion tjetër që është i rëndësishëm, konsideroj që edhe ky profesion është i rëndësishëm sepse në fakt ka të bëjë me shëndetin tonë mendor, që në krejt këtë vorbullën e profesioneve që janë sot, konsideroj që e ka pjesën kryesore, sepse ne jemi mësu ose kemi pas një edukat që me u përkujdes për shëndetin tonë fizik, me u përkujdes që t'i plotësojmë kushtet tona ekonomike, por asnjëherë nuk kemi folë se sa i rëndësishëm është shëndeti mendor, i cili natyrisht që determinon pastaj krejt këto tjerat. Edhe konsideroj që diskursi publik që tash ka fillu me u bë në të mirë të shëndetit mendor, ja jep vendin e duhur profesionit të psikologjit. Ti ke në fokus në fakt edhe mediat edhe pjesën sociale realisht. Të shëndetit mendor ku do mundar. Qysh duhet ta ruajmë shëndetin mendor ose qysh duhet të jemi në paqe me vetveten? Në raport me mediat? Në raport me veten realisht, pa media. Vetja problemi më i madh. Në fakt duhemi me ditë që është i pa kompromis, do të thotë edhe që nuk ka kohë për ma vonë. Kështu që se zakonisht e neglizhojnë, në fakt dita që jetojmë, do të thotë jeta që jetojmë fakt çdo ditë, ndikon natyrisht që ndikon edhe implikon shëndetin tonë mendor. Përditshmëria është e rëndësishme, mënyra se si organizojmë përditshmërinë, mënyra se si zgjedhim me kënd ta kalojmë kohën, në cilin profesion, çka të konsumojmë prej përmbajtjeve mediale, e tjera, gjitha përbëjnë, do të thotë atë se cila është dashur me qenë që ne shujmë higjiena me to. Katrina, e pyetje, a kanë dërguar mediat në fakt këtë anën depresive të gjeneratës së re? A kanë dërguar mediat që ne jemi në depresion realisht ose nang frikë për gjeneratën e re për shkak se nuk po ofrojmë asgjë? Jo, në fakt depresioni është konsiderohet si problematika e shekullit.
ka shumë faktorë që determinojnë depresionin. Një prej tyre mundën me qenë mediat, megjithatë konsideroj që i ka dy anë. Sot trit edhe të gjithë mundën me lexu shumë më shumë për depresionin, për simptomat, për edhe mënyrën qysh me u trajtu ose ku me u drejtu në për media sociale, por në anën tjetër media sociale shumë shpesh mundën me qenë indikatorë që i fusin në depresion. Kështu është e dyanshme, por megjithatë nuk mundemi me vu përgjithësinë edhe me i emërtu që mediat janë faktorët që sot kemi numër më të madh të rasteve të depresionit. A do të me pas frikë në fakt që të flasim me tjetrin për shkak se pse po na dërgon këto mendoj unë gjithmonë është se po kemi frikë të flasim me tjetrin për shkak se mund na bollizon, ose ku e di, nuk mundu me fol aq lirshëm me tjetrin, mi tregu një problem. Pse sot s'kemi shoqëni, pse sot nuk kemi të paktën një shok që mundu mi tregu? Unë mendoj që duhet të flasim me njerëz të duhur. Njerëz të duhur. Po, kjo është e rëndësishme, kjo është esenca. Nëse na duhet ndihmë profesionale, gjithsesi si duhemi me u drejtu te profesionistët. Ata kanë ekspertizën profesionale dhe natyrisht që duhemi me u këshillu me ta. Nëse dëshirojmë ta bëjmë vetëm si temë, duhemi prapë me qenë me i zgjedh njerëzit me cilin jo veç bisedojmë, por edhe bashkëveprojmë gjatë ditës, sepse është shumë e rëndësishme, është gati etike në atë se çka bëhesh ti, edhe se çka zgjedh me njerëzit që rrethohesh. Pajtohesh me këtë thonje në fakt psikolog më i mirë është vetja. Në shumë raste po, atëherë kur e pranojmë, kur mundohemi me kuptu vetveten, edhe kur i pranojmë gabimet, po. Por ka raste shumë ta ku njerëzit refuzojnë me njoft vetveten, e mandej vetvetja bëhet e rrezikshme. E ke humbë veten ndonjëherë? Jo, ndoshta ka pas momente të dilemave, ndoshta ka pas momente që më zhdasht me u mendu shumë, se cila është zgjidhja më e mirë. Por totalisht nuk kam leju me ardhur deri në atë stad. Jo. Ke qajt ndonjëherë? Natyrisht na krejt çajin. Për çka? Unë jam shumë kom dy nuk e di a ma bune me qëllim që të pyetje. Se për ndryshe ka shumë njerëz që më thonë a ka ndonjëherë, se nuk është që jam kështu shumë, por që shprehin shumë emocion jashtë, por kom dy çështje cilat me automatizëm bojnë shumë emotive. Është periudha e luftës në Kosovë, secili rrëfim edhe tregim për periudhën e luftës, bojnë shumë emocionale, edhe fëmijët. Në periudhën e luftës, kur përmendet lufta, çka shkon në mendje? Lufta ka qenë në fakt faza e fundit e vujtjes mërshme dhe çmimit të madh që e ka pagu populli shqiptar në Kosovë. Konsideroj që na kemi kalu një periudhë shumë të vështirë të pushtetit sistematik që e kemi pas në atë kohë, të represionit sistematik që e kemi pas. Edhe ka qenë një jetë e vështirë, për cilën si duket asnjë vetë kemi qenë të vetëdijshëm se sa e vështirë ka qenë me mbijetu në atë sistem. Kemi qenë në një sistem paralel shëndetësor, në një sistem paralel arsimor, me një pasiguri totale, fizike, emocionale dhe ekonomike. Sot si psikologe e di sa e vështirë edhe sa e dëmshme është ajo gjendje kur bëhet për një kohë gjatë. Ne si shqiptarë në Kosovë kemi pas për shumë gjatë, po ka qenë intensive shumë ma shumë gjatë viteve 80-ta edhe gjatë viteve 90-ta. Sidomos gjatë viteve 90-ta, kur në fillim të 90-tave i kanë largu prej punave të gjithë ata që kanë qenë punësum, edhe imagjinoje sot me mbet 2 prind pa punë, me fëmijë të vegjël, edhe nuk din ku më janë mbajt të nesërmën, edhe qysh me ju ushqy fëmijët. Edhe imagjinoje që ka pas tillë që edhe i kanë largu brenda ditës prej banesave ku kanë jetu ose prej shtëpive, edhe si qenje, si individ, sa e vështirë edhe sa e pasigurt, edhe sa shumë të rëndon ajo emocionalisht dhe psikologjikisht. Po në anën tjetër nuk mundesh me u marrë me shëndetin tënd mendor sepse ki familje për me u kujdes edhe me i siguru nevojat e tyre bazike. Edhe konsideroj që kjo është periudha më e vështirë që e kemi kalu. Shto mandej pjesën tjetër ku jemi rreziku çdo ditë, shto pjesën tjetër ku është dashur me jetu pa shpresë e me aktru që do të kemi ngjarje të mëdha me pas ëndra të mëdha. Do ka qenë një periudhë shumë e vështirë,
cilën e kemi kaluar gjatë viteve 80-90, edhe e cila na është përmbyll me luftën që kemi përjetuar gjatë atyre 2 viteve, që konsideroj që është një prej trauma. Jo konsideroj, po natyrshëm është një prej traumave më të mëdha që e kemi përjetuar. Prej gjithë këtyre përjetimeve gjatë luftës, realisht në mesazh çka ke mësuar që sot ndalesh edhe thu këto ma ka mësuar lufta? Unitetin, në fakt unitetin, sot merr malli për kohën kur kemi qenë shumë unik, kemi qenë shumë të unifikuar me njëri tjetrin, edhe kam mësuar me dashur jetën shumë edhe me i marr shanset e mëdha. Sepse si fëmijë nuk e kemi jetu fëmijërinë me ëndrat fëmijëve, kemi jetu me ëndrat rritunve. Unë mbaj mend edhe në shkollë fillore kur kemi recituar, kemi shkruajt për lirinë e për pavarësinë e Kosovës, e për Shqipërinë e madhe. Edhe nuk e kemi jetu jetën si krejt fëmijë. Edhe çka më ka mësuar pas lufta, mandej është që kam qenë shumë insistuese me përjetu, me pa, edhe me provu me i zonë ato vite që nuk i kemi jetu si fëmijë, edhe me shu kurreshtjen, qoftë kulturore, qoftë arsimore, do thotë çka do që i përket një individi normal që jeton në një shtet normal. Edhe konsideroj që këto e kom transferu si diçka pozitive, sepse jo mundu me shu çato vitet e humbura, çato vjet që na i kanë humb në atë periudhë, jo mundu me intensitet shumë të lartë me kompenzu mandej pas luftës. A pe kemi sot? Unitetin e përmende. A i kemi sot këtu? Jo, konsideroj që jo. Po vdes, nuk ka vdek krejt, po vdes, por konsideroj që deri dikun është e natyrshme, por shpresoj që ka me mbet si parim bazë e jo si reakcion i frikës. Sepse ne kur kemi një çështje që na krijon pasiguri, pra bëhemi krejt unik. Konsideroj që ma mirë është me mbet ajo si një parim, si një vlerë e shoqënisë, e jo veç sa herë manifestohemi ose ekspozohemi ndaj një rrezikshmërie. Galina, po mesim prap edhe pak të lufta, për gjithë ata që kanë dhënë fakt jetën për këtë lirije. Po të ishin sot gjallë, mendon që do ishin krenar për atë që i kanë ndodhur vendet për vjedhjet, për çdo sen. E përmendi talia jetën të cilën ti e ke familjare, Ne kom gjallë të aqës, po. Unë konsideroj që kishin qenë të lumtur me faktin që jemi të lirë. Unë e ti sot, në këtë rrugën Prishtinë-Mitrovic, në këtë restoran, po zhvillojmë një intervistë shqip, në gjuhën shqipe. Na e dim kur kemi jetu që me folë shqip u konë shumë rrezik. Kjo rrugë nuk ka qenë asnjëherë e sigurt. Edhe natyrisht që nuk kemi pas këto që i kemi sot, ka qenë krejt një tjetër jetë. Kështu që nëse e shohim në këtë mënyrë, konsideroj që fakti që flasim sot shqip lirë, që i kemi mediat, edhe që kemi shumë shqiptarë që e përcjellin edhe e kanë luksin me dëgju një intervistë lirë me temat lira dhe jo politikën me ndjek me pa apo na pretën e ecërmja, konsideroj që është diçka pozitive. Pjesa tjetër mandej e çështjeve që kanë ndodhur në ndërkohë, nuk besoj që janë për me u lavdu, po megjithatë unë mendoj që nuk e zbehin faktin që na sot jetojmë të lirë. Shkon në fakt të vorri i djalit Taxhës, Alia Jedi. Po. Flet në atë kuptim me to. Në fakt, ai tani prehet te varrizat e dëshmorëve, është bërë bashkë me shumë dëshmorë tjerë periudhave të ndryshme që kanë vepruar dhe kanë dhënë jetën për këtë vend. Për çdo përvjetor natyrisht që e kujtojmë, nuk është që shkoj fizikisht, po vepra e tij edhe shumë familjarëve tjerë që kanë qenë bashkë edhe që fatmirësisht sot janë gjallë, shumica prej tyre, ka qenë një përgjegjësi shumë e madhe edhe për mua që jam rrit në një ambient krejt tjetër, në një moshë krejt tjetër, po megjithatë jam rrit me lavdinë e tyre. Por në anën tjetër edhe me përgjegjësinë e mbiemrit që mbajmë, sepse është përgjegjësi me qenë pjesë e një familje e cila ka sakrifikuar. Çka ke mësuar prej tij? E kam mësuar dashninë e pakusht për atë. Edhe Alinë e kom njoft përmes dokumentarit që e kom realizu tash zvoni në Radio Televizionin e Kosovës, e kom njoft prej shokëve ti të burgut, prej shokëve të familjes, prej shokëve ti të studimeve, ai ka qenë student kur është vrarë,
E kam njoft prej shokëve ti qetës, kur e kanë kriju, edhe natyrisht prej familjarëve, edhe ka qenë sinonim i djemve të familjes Hajetin, në fakt. Shumë qetë, shumë të buzëqeshëm, po pa kompromis në raport me interesat e atëveut. Kjo është fakt e bukur. Se po belqe biseda se me bojmë si mix. Kthena të këti. Si u futen rrugën si psikologe, në fakt fillimet, pastaj në gazetari, qysh ke qenë prej shkollës të mesme? Unë e kom vendosë që du me studiu psikologji në vit 2 të shkollës mesme. Është hera parë kur kemi pas lëndën e psikologjisë në gjimnaz, në Sami Frashët. Edhe aty e kom vendosë, unë si kryfort që jam, edhe shumë e vendosë në objektivat edhe dëshirat e mia për tarmen. E kam vendosë edhe 2 vitet e tjera të gjimnazit, unë jom përgadit mas shumë të në shkenca sociale, sepse kom qenë shumë e vendosur që du me apliku në psikologji, e cila në kohën kur unë kom studiu ka qenë departament krejtiri, dikun unë jam gjenerata 4 ose 5. Vitet e studimeve kanë qenë një prej viteve më të mira dhe profesionalisht, sepse e kam dorë si profesion dhe ka qenë shumë e lehtë për mu me mësu, prandaj edhe ka qenë shumë e lehtë me pas notën e lartë mesatare dhe gjithçka, sepse ka qenë kënaqësi me studiu psikologjinë si shkencë. Fatkeqësisht kur kam diplomu nuk ka pas program të masterit në atë kohë në psikologji, po në njëjtën kohë gazetaria ka qenë diçka që më ka pëlqyer. Kështu që vendosa me ndjek ëndrrën time e dytë në gazetarinë dhe fillova me punu si gazetare dhe me studiu master për gazetari. Kështu që i kombinova këto dy profesione për të përfunduar në studimet e doktoratës për psikologji të medjas. Si psikologe pse gjenje? Për me mbrojt vetën. Natyrisht. Ne funksionojmë në bazë të mekanizmave mbrojtës përveç tjerave dhe veprojmë në raste ku ndihemi të kërcënuar në mënyra ndryshme, në forma ndryshme. Shto këtu pastaj mënyrën se si jemi rritur, se si jemi mësuar, edhe kjo përbën madje këtë kompleksitetin tonë si individ, se si reagojmë dhe çfarë rrugë zgjedhim kur ndihemi në rrezik ose kur kemi përballë një dilemë. Na mungon koha neve në fakt që na zakonisht pjesën për shembull në ora 6 i kemi lënë mu taku, ai vanohet. A është edhe kjo pjesë që ke një stres kur thot pak kolon, se për me orë do të munis pak më herë. Apo e kemi si lloj virtyti në çdo Vërtetit se heq, kjo është vest. Po, konsideroj që është një farë papërgjithësie, po edhe një farë tolerancë sociale që e kemi me njëri tjetrin, sepse ne nuk ofendohemi kur tjetri vënohet, nuk është edhe shumë çështje kulturës tonë, jemi ma tolerant. Kështu që konsideroj që kjo toleranca mandej na jep hapësirë pak për me u tregu, po thonë kushtimisht edhe të papërgjithshëm. Unë në fakt ka qenë orë nuk po të shën dorë. Çka është koha për ty? Diçka për të mos u humbur. Koha është dhurat. Unë shumë shpesh takon njerëz që thonë nuk i festoj ditëlindjet, edhe më duket shumë e çuditshme, sepse unë jam shumë pro festimit të ditëlindjeve dhe zakonisht ditën e ditëlindjes jam shumë disponim, pavarësisht çfarë periudhë të jetës jam, sepse konsideroj që është edhe një fat që ti feston edhe një vit, edhe koha që tu ka garantuar deri atëherë është praktikisht dhurat. Mundet me tingëllu shumë klishe, po është e vërtet, sepse ti ke edhe një mundësi për mi jetësu ëndrat e tuaja ose për mi përmirësu gabimet. Falenderohesh? Gjithmonë. Jam shumë mirënjohëse edhe e vlerësoj shumë të njerëzit mirënjohjen. Domthonjë je mirënjohës. Shumë. Kanë qenë mos mirënjohës ndaj te? Natyrisht, ka të tillë që kanë qenë. Unë e konsideroj që është varfëni për njerëzit që nuk e njohin mirënjohjen, sepse ajo tregon shumë për ty si njeri, sepse njerëzit që zakonisht ndihmojnë tjerët janë ata që nuk është që presin mirënjohje ose këtë, shumica prej tyre. Megjithatë, konsideroj që është virtyt me ditë vlerën e një individi, vlerën e një ngjarje edhe çka do. Kështu që për mua në hierarkinë e cilësive të personaliteteve të dikujt, për mua mirënjohja është një prej të parave, sepse tregon shumë madje për individin. Përmend varfrin. Çka e bën të varfër një njeri? Përveç pasurisë, e dihet. Smira. Sepse e para reflekton te njerëzit e tjerë, e dyta
nuk arrin asgjë me përjetu edhe me pas qetësinë që unë konsideroj që është çështja më e rëndësishme që njeriu me qenë në paqe me veten. Kjo është në aspektin emocional, po dhe në aspektin psikologjik shumë e rëndësishme. Kaldrina e përmendën fakt mirënjohjen. Përveç mirënjohjes, cilat janë vlerat që i konsideron që i ke si person? Qëndrueshmëria, njerëz që nuk janë label, qoftë qëndrime, është shumë e rëndësishme, mirënjohja ose falenderime, edhe unë konsideroj që suksesshëm janë njerëz që e dinë çka dojnë në jetë në raport me veten dhe me të tjerët. Ti këto ekip, a dyshoj? Po besoj që po, pak se tepër. Si ja, mon për vete nuk pajdohën kur Kaldrin që të thojnë, realisht edhe mund të thojnë me fat. Mu nuk më pëlqen kjo fjala me fat, absolut. As nuk më pëlqen kur më thot dikush suksese, për shkak se mendoj që nëse punon kemi arrit. Po. Çka do të thotë sukses për ty? Konsideroj që suksesi është kur ti i kënaqur me veten se ku ke arrit, kur ajo përkon me ëndra që i ke pas, për me u bë një individ i pjekun profesionalisht, po edhe i pjekun emocionalisht. Edhe kjo ta jep edhe qetësinë si individ, po edhe sigurinë ekonomike si individ që duhem me mbjetu në një shoqëri kolektiviste, sepse këto dyja shkojnë bashkë. E konsideroj që kjo përputhshmëria mes këtyre dyjave e bën një individ dhe një jetë suksesshme. Je bullizu gjatë karrierës edhe ma shpjego këtë pjesën e bullizimit, se në media na diçka me thonë ke bullizu, ma shpjego pak në rrjedha çka do të thotë bullizim dhe a je bullizu gjatë karrierës? Jo, nuk jam bullizu sepse bullizimi është sistematik. Do të thotë me u gjyku ose me u paragjyku është diçka tjetër. Me u bullizu është kur bëhet e njëjta sistematikisht për një kohë shumë gjatë. Nuk është që kam pas raste të tilla, me u gjyku natyrisht, si çdo i suksesshëm burr ose gru, gjykohesh ose dhe shto këtu faktin që gra gjykohen edhe ma shumë, shto këtu faktin që kemi pa gra në pozita menaxheriale ose drejtuese ose siç i kam unë pozitat, edhe kështu që është krejtësisht e natyrshme që me u gjyku prej njerëzve ose me u pengu ose me provu me u ndalu. Ke pas inati mas shumë kam pas inati mas shumë ti vajzat apo djemt në punë, nëse ke arrit? Fatkeqësisht vajzat, fatkeqësisht. Pse ndodh kjo, Kaldrin? Konsideroj që është një situatë e mirë, cilën e ka prodhu kjo shoqëri, pavarësisht që jemi shumë të zëshme me përkrahje njëra tjetrën, në praktik nuk ndodh. Edhe kjo ka të bëjë me mënyrën se si jemi rritur, me mënyrën ku konsiderojmë që duhet me pa njëra tjetrën, realisht edhe vetën. Ti e sheh vetë në shumë situata me automatizëm një suksesi i njëjtin i mashkullit pranohet shumë ma lehtë edhe prej grave se sa suksesi një gruaje. Kështu që është diçka me cilën janë mësu, me modele me cilat janë rrit, edhe me një papjekuri emocionale të vetën që nuk mund me pranu që një femër mundet me pa sukses. Është diçka shumë interesant, çka unë kam gjatë karrierës tem. Zakonisht kur fillon me me pas sukses në profesion, e krijon një farë destabiliteti të një mendësie të grave që gra duhet me qenë suksesshme deri këto. Edhe në momentin që ti vazhdon edhe ki sukses në hierarki, edhe ngritesh në hierarki, edhe bësh njëra prej menaxhereve ose drejtoreshave ose çka do. E prish qatë mendësinë që gratë nuk mujnë me pas sukses edhe qatë rehatin, në fakt, ku shumë gra janë rehatu edhe kam pranu si fakt të përfundum që gratë në këtë shoqëri nuk kanë sukses. Dhe pastaj suksesi një gruaje tjetër i tregon që nuk ka të bëjë me shoqërinë, po ka të bëjë me secilin individualisht, edhe ajo i bën me u ndi jo mirë me vetveten për shkak se nuk kanë arrit suksese për veten. Edhe kjo shpeshherë i bën ato gjykuesit më të zëshme ndaj grave të suksesshme. Kaldrin, pasi jemi te gra, në fakt, të drejtat e barabarta, kur flasim për drejtat barabarta, çka futet në mes këtyre? Drejtat e barabarta në mes një
gruaje dhe burri ose një vajze dhe një djali. Unë e konsideroj që drejt barabar duhet me pas të drejtën e shkollimit edhe të drejtën e pronës në familje. Pastaj të tjerat duhet të jenë çështje individuale. Se sa arrin me pas sukses, nuk duhet me qenë më çështje gjinore. Ndërsa baza është shumë e rëndësishme. Do të thotë arsimi, e drejta e arsimimit, e drejta e pronës duhet me qenë e njëjtë për djemt edhe për vajzat. Tjetër, kur veç je i rritur edhe në moshën profesionale, atëherë nuk duhet me pas dallim. Duke i lyp drejtat barabarta, po e humbim sot edhe familjet, për shkak se sot gratë shumë ma lehtë ndahen ndaj burrit. Si psikologe, pse? Po, në fakt, konsideroj që është një farë destabiliteti social edhe arsyet pse ndonjëherë prishen familjet janë jo të mjaftueshme edhe jo të arsyeshme. Megjithatë, edhe pse gjithçka është personale, por konsideroj që nuk duhemi me humb të kuptuarit që familja është diçka shumë e rëndësishme, edhe që sakrifica dhe kontributi është pjesë e krijimit dhe qëndrueshmërisë në familjeja. Po kjo nuk arsyeton mandej familjet në të cilat bëhet i pa jetueshme ose ku cënohet integriteti fizik ose social ose psikologjik i njërit prej partnerëve. Morali. Çka do të thotë fjala moral? Në fakt, morali nuk ka të bëjë fare me tradhtinë ose me raportet ndërpersonale. Morali është koncept shumë i gjatë, për cilin unë kam studiuar edhe vetë në zhvillimin në doktorat, është zhvillimi i moralit. Ajo ka të bëjë me individët se çka vlerësohen si të moralshëm ose jo brenda një shoqërie, që ka të bëjë me zgjedhjet tona nëse shkelin të drejtat e tjerëve. Kështu që kjo është shumë konceptualisht është shumë më e thellë, praktikisht është shumë më e vështirë me mbajt, edhe shumë më e vështirë me u kuptu prej masës. Kështu që se sa jemi ne të mirë ose si individ në raport me të tjerët, kjo e përbën bazën e zhvillimit moralit shoqëri. Jem te familja, Katrin. Je vajzë mirë për prindrit? Duhet mi pyet ata. Realisht e din edhe vetë. Se si e si. Unë konsideroj që jam vajzë mirë për prindrit sepse si rrjedhoj edukatës që ma kanë thonë. Ata kanë qenë prind shumë të mirë dhe të përkushtuar, edhe na kanë mësuar vlerat bazë, edhe sot unë vazhdoj me qenë një vajzë empatike, sepse pjesën tjetër besoj që shumica e kryen, po një vajzë empatike që kam shumë të rëndësishme se si ndihen ata as pare, madje për kujdesin tjetër, po kjo reflekton edhe raportin me vllahun, jo vetëm raport me ta. Po si familje do të thotë kemi praktikisht veç që kemi trashëguar vlerat me të cilat na kanë edukuar ata. Familja e shenjtë. Natyrisht. Si e përshkruan fjalën familje? Është baza jonë, prej cilës vim si kompleksitet individual, pastaj edhe mësimet dhe traumat që i bartin gjatë gjithë jetës. Shikon filma, Katrina? Po. Filmi ndoshta që të kalon përshtypje më shumë ose një mesazh që ke marrë për ndonjë filmi? Joker? Çka ke mësuar prej tij? Praktikisht kom konfirmuar që ato që unë studioj krejt jetën, që shoqëria prodhon njerëz cilët shoqëria pastaj gjykon vetë. Si e përkufizon dashurinë? Na jemi qenie sociale, që nuk mundemi me jetu pa afeksion ndaj gjithçkaje që na përmbush emocionalisht. Qoftë familja, qoftë fëmijët, qoftë diçka tjetër e bukur. Do thotë kjo është mënyra që ekzistojmë edhe që diferencohemi si racë njerëzore. Përndryshe, unë konsideroj që njerëzimi pa dashni e humb kuptimin. Katrina, ku është sot televizioni? Tradicional? Në përgjithësi, edhe tradicional, edhe ajo private, në fakt, po vdes? Jo, konsideroj që jo, ndoshta për një periudhë ka humb shkëlqimin e vet, si medje tradicionale, e natyrshme, për shkak të invazionit madh të medjeve sociale, mundësisë me u qas ma lehtë dhe ma shpejt, po megjithatë konsideroj që
substancialisht nuk ka diçka që rrezikon televizionin tradicional. Se rrezikon, do të thotë. Jo. Pse nuk është i shikuar, në fakt, pse ku po du me dalë është për shkak se sot po mbatet shikueshmëria në fakt, në platformat online. Sot nëse marrim shembull televizionet ose emisionet të cilat ndoshta nuk japin diçka, një mesazh të bukur, shikohen. Pse? Ku është shoqëria sot? Nuk është i shikuar nga masa. Pa nga Përndryshe vazhdon me qenë i shikuar. Ja, absolut, po nga masa po vlas. Po tash varet kujt i drejtohesh, cilës audiencë i drejtohesh, edhe varet cili është qëllimi yt, çka do me përçu. Konsideroj që mediat që prodhojnë përmbajtje për masën, e gjejnë masën. Mediat që prodhojnë përmbajtje të kujdesshme, për një grup të caktuar, i gjejnë grupet të caktuara. Ta është më mirë t'japësh mesazh të bukur apo veç dukesh? Natyrisht që e para me përmbajtjen, me substancën, me kontent. Sot realisht nuk kemë përmbajtje. Ka raste kur ka, nuk është ndoshta në masë madhe, po megjithatë ka. Diversi, në fakt, është 3 vite ke pas si emision. Këto rrugtimin 3 vjeçar për diversit, kur është shkput, kur është ndalë, në fakt. Merr malli për to? Në fakt jo, kanë qenë 3 vite të mira, një mundësi e mirë për me trajtu tema në cilën unë jam e specializuar edhe i preferoj, tema që trajtojnë ma shumë në aspektin psikologjik dhe social. Jam shumë falendëruese ndaj gjithë mysafirëve që kanë ardhur për 3 vite, kanë qenë të shumë në numër, sepse ka qenë një panel prej 5 vetave me cilën kemi diskutuar për çështje të ndryshme. Konsideroj që ka qenë kohë mjaftueshme për me trajtu tema me interes për publikun. Feedbacku ka qenë i mirë, kështu që mendoj që është mbyll një periudhë e mirë e qëllimit me cilën është nis ai emision. Se po ta voj pra pyetje, s'ka ke mësuar këto 3 vite me diversin? Domethënë mos ke pas musafir të ndryshëm. Në fakt, ndoshta më ka befasu pak interesimi i njerëzve për me shiku debate të tilla, kur unë kisha përshtypjen që sot njerëz ma shumë dojnë senzacion, ma shumë dojnë lajme të shpejta, jo shumë përmbajtje që duhesh me u fokusu edhe me kriju qëndrim. Edhe ndoshta kjo ka qenë që jam befasu që ka pas aq shikueshmëri, për shkak se nuk kanë qenë tema tipike për sot. Ke qenë irrituar në fakt me shoqërinë e sotit? Unë nuk irritohna. Mundet me marrë keq. Okej. Se po ndodh diçka ose pse nuk po menaxhohet mirë, por nuk është që irritona ose brengosem. Qysh e shes sot fakt shoqërinë? Në çfarë aspekti? Në gjitha aspektet. Në arsimim, në të gjitha. Konsideroj që po kërkojmë rezultate të shpejta si përfaqësore, në gjithçka. Që janë të gabueshme. Natyrisht. Gjithçka në jetë do në përkushtem, do në investim, do në kompromis. Edhe si e tillë, mandej ajo bëhet e qëndrueshme. Gjithçka e shpejt, si përfaqësore, nuk është e qëndrueshme edhe nuk ka cilësi. Hapi i parë që duhet ta ndryshojmë në fakt si shoqëri. Po si shoqëri. Qëllimet e jetë. Qëllimet e jetë. Domethënë do t'i kemi këto, hapi i parë kjo. Qëllime duhemi mi përkufizu qëllimet të jetë, këto çka sot shoh për shembull, cilat janë qëllimet, ambicet e kësaj gjenerate, konsideroj që janë përkeqardhje, nuk janë qëndrueshme dhe nuk ju shërbejnë edhe atyre vet. Një pjesë të konsiderueshme, jo të gjithë natyrisht. Pse vdesin qëllimet? Në fakt, unë konsideroj të kjo gjenerate që as nuk janë kriju. Nuk janë kriju. Janë qëllime që sjellin kënaqësi përkohshme, që s'kan kualitet, që s'janë përmbajtësore edhe si të tilla shkojnë. I ndjekim zakonisht paret e shpejta, që thojnë. Gjithçka, suksesin e shpejt, paret e shpejta, kënaqësia e shpejt, do thotë sistemi vlerave ka ndryshuar. Edhe kjo është brengose për këtë gjenerat. Çka kemi konsideruar në atë kohë vlerë dhe çka konsiderohet tash, janë diametralisht të kundërta. Edhe si të tilla kanë prodhu tri sipërfaqësor të pakënaqur shumë me veten edhe me shoqërinë. Ke shoqe? Shumë. Shumë.
A i ke vetëm disa që mund është mi pas në ndur ose në gishta? Jo, Që ju shumë. beson? Jo, shumë. Unë jam shumë tip social, gjithmonë kam qenë e tillë. Mandej edhe profesioni ma ka garantu që me njoft gjatë jetës gra të ndryshme, që i kam njoft profesionalisht dhe mandej jemi bo shoqe. Edhe kam shumë të tilla me cilat kam raportet mira edhe kam tema ku fokusohem, jo me gjitha të njëjtën, po i kam tema të ndryshme. Se e fillon me mëngjesin, Katrina? Veç më shumë thuj me një kafe. Jo, në fakt, në punë. Në punë. Do të thotë rutina është që zgjohem me njerë dhe ja filloj punës. Po në atë kuptimi po mendoj kur fillon me mëngjes i hap syt, je nervoze, je qetë, flet me veten. Jo, jam shumë e qetë natyrisht. Jam shumë e qetë edhe zakonisht i di qëllimet e ditës që i kam, sepse natën i organizoj për me ditë cilat mi prioritizu edhe mandej thjesht e kom shumë qarë që ka kom me bo gjithë ditën, nëse ka një ngjarje tjetër mandej okej, po me gjithate kom ditën organizu me komplet. Katrina, pa dyshim që njeriu ka sfida gjatë jetës, në hapa, suksesit, në përgjithësie. Si ke zgjedh sfidat e jetës ti? Ose problemet? Me qetësi. Me qetësi. Me qetësi. Konsideroj që dilemat e mdoja në jetë ose problemet që ndodhin, duhet mi u dhonë kohën e duhur për mi analizu mirë, mos me reagu në afekt, mos me reagu në momentet e para. Unë e përdori një fjallë se më duhet me flejt problemin, edhe praktikisht edhe unë e bëj këtë vazhdimisht, të thotë me çka do që ballafaqohem, e analizoj mirë, e lëm me flejt, edhe mandej e marr një vendim, pasi që i kam shtirë krejt mundësit e analizimit atij problemit. Komunikimi është baza e njeriu? Natyrisht. Ne krijojmë raporte, ndërlikojmë dhe prishim raporte në bazë komunikimit. Pra, për gjithë ata që na shikojnë, patjetër duhet me pas komunikimin. Po jo kur je i nervoz. Unë them fjala më e mirë është fjala e pathënë. E pathënë. Kështu që kur jemi në momentet dobësisë, është mirë mos me e thonë, mos mu artikulu. Secili problem mundet me u zgjedh, po jo nëse e ke ofendu dikant, jo nëse e ke bu me undi keq. Edhe konsideroj që këtu duhem me pas kujdes. Edhe unë zakonisht jam shumë e kujdesshme me fjalë, natyrisht edhe me vepra, po në veçanti me fjalë, sepse e di që është shumë i madh çmimi i ofendimit ose i ndjenjes keqe që mundesh me jap dikujt se sa rëndësia e të pasurit drejtë si individ. Prandaj edhe në shumë raste unë shoj pen nëse fakti me i dhon drejt atij ose asaj e bën ato me undi mirë, për mua është e rëndësishme me undi mirë ata, nuk është e rëndësishme me fitu në argument. E kujton veten kur ke qenë si fëmijë ajo? Po, komplot elemente të fëmirisë. Alo, entuziazmin. Unë vazhdoj me u entuziazmu për çështjet që unë i kam prioritet që më pëlqejnë ose që më duken interesant. Katrina, në fakt, ja u bëj disave në fakt këtë pyetje, në fund bisedës. Ardhëm fundat? Një orë bisedë. Okej, shkun shpejt. Çka mësove prej kësaj bisede, në fakt? Mësova që shumë shpesh nuk e mendojmë sa vështirë është me i gjetë kuptimin disa gjërave të vogla me cilat jetojmë çdo ditë. Më thonë, sepse thjesht nuk mendojmë për to, nuk i analizojmë, edhe ke shumë e vështirë me u përgjigj në disa pyetje që në fakt e përbëjmë për dishmërinë tonë dhe arsyeën e ekzistencës tonë si individ. Që ke interesant. Unë në fakt është kënaqësi të pas, edhe pyetja e fundit. Edhe ja. Po pasi. Cila pija jote preferuar? Pasi janë thjesht as pyetje. Uje. Uje. Katrina, në fakt faleminderit shumë që pranove me qenë pjesë e emisionit të kënaqësi. Gjithmonë e thëmë tryt zoti bashkë me familje. Edhe qëndrofshe gjithmonë, kështu që je e buzëqeshur gjithmonë. Faleminderit shumë, kënaqësia imja. Ke intervistë shumë interesant, me folë për çështje tjera, po që ka njerë harroj me i vlerësu, edhe po vjen mirë që emisioni ka pas sukses, se po na kthen në bazën e asaj që kemi, vlerave tona si njeri, edhe sa atleta, edhe sa të pakushtueshme janë, me qenë të mirë me njëri tjetrin, edhe me fal shumë dashni me që vete për dashni më herët. Katrina, kur jemi te pjesa e dashurisë, se përkufizon dashurinë?
Konsideroj që dashnia është e përmbushur kur personat e njohin veten së pari, mandej e respektojnë individualitetin e njëri tjetrit, sepse partneriteti nuk do të thonë që ata me qenë identik njëjtë, me dëshira të njëjta, ajo ndërtohet me shumë respekt për unikalitetin e njëri tjetrit, edhe mandej bashkë i ndojmë parimet bazë si partneritet. Pjesa tjetër mandej që sot po janë në trend çështja materiale ose çështje tjera, to janë çështje që nuk e mojnë një raport ose nuk e mojnë një partneritet për kohë gjatë. Do të thonë, mundem për momentin me e bo interesant ose me përmbush për momentin, por nuk janë thelbësor, sepse nuk është vlerë thelbësore materializmi. Edhe si e tillë natyrisht që nuk e bën dashni. Dashninë e bën dashnia për veten së pari, mandej për tjetrin, si person, si individ. Duhet dim edhe të falim. Natyrisht, falja është hyjnore. Nuk e kanë thonë kot që falja është hyjnore, njerëz janë të gabueshëm, edhe me kuptu thelbin e gabimit, arsyet pse ka ardhur, edhe me fal një individ i cili e pranon gabimin, unë e konsideroj që është hyjnore. E kam bërë edhe vetë, kështu që kom besu në njerëzinë që reflekton pas një gabimi, edhe njerëz janë të gabueshëm, po kur reflekton njerëzillakun e vet mandej, natyrisht që është e falshme. Pra, shikues dashur, faleminderit shumë gjithë juve, faleminderit edhe restorantit Masaç për këtë ambient bukur, kështu që janë vizitoni, sidomos edhe diaspora. Pra, nga Kaltrina, dhe unë mësuam se gjërat e thjeshta kam vlerë të madhe, buk, kryp dhe zemër. Nga këto mësojmë shumë, kështu që rrini të thjesht, ecni me Zotin, kjo është gjëja më e bukur. Edhe mos ju ndalni kurrë, ndjekni qëllimet pa marrë parasysh se çfarë ju thonë të tjerët. Faleminderit Kaltrin. Faleminderit, Nancy.